79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projektvendimi nuk miratohet. Besnikëria socialiste ndaj Niko Peleshit filloi të vihej në dyshim kur drejtuesja e seancës njoftoi numrin e votave kundër shkarkimit të tij, ndonësi dhan besimin për të vijuar drejtimin e parlamentit. Të paktën 2 deputet të mazhorancës nuk e duan në krye të kuvendit. Tabela e votimit tregoi se nga krahu i opozitës kishin votuar vetëm 8 deputet, 6 nga PD-ja, 8 Blushi nga PL-ja dhe Redi Muçi nga Lëvizja Bashk. Kjo tregon se të paktën 2 vota pro shkarkimit të Peleshit vinin nga e Majta, ose nga Partia e Ndoshit, ose nga socialistët, emra këto që do të mbeten anonim për shkak të votimit të fshehtë. Përpara votimit, Niko Peleshi doli vetë në foltore në kuvendit për të mbrojtur pozitat e tij. Në jetën time politike, unë nuk kam denigruar askënd. Nga kjo foltore nuk kam sulmuar personalisht askënd. Nuk kam fyer, nuk kam shpifur, nuk kam përdorur emra familjarësh apo individësh, nuk kam shkelur mbi personalitetin e askujt. Edhe e dini, kam drejtuar 13 fushata politike dhe kam fituar 13 herë. Sepse e besoj që suksesi në politik nuk e ka kusht denigrimin. Demokratët, ndonse kishin kërkuar shkarkimin, e dëgjuan me vëmendje, pasi në 12 minuta fjalim, në sallë kumbonte vetëm zëri Peleshit. Dua t'i drejtoj me një apel personal dhe krejt sinqert kryetarit të kuvendit. Ik përpara votimit dhe jep dorëheqjen. Zgjidh dinjitetin tënd përpara detyrës partisë. Opozita ishte vetëdijshme se betejën e kishte të humbur që në nisje dhe tentoi të prekte sedrën e Peleshit. Në finale, Niko Peleshi u rikonfirmua kryetari i kuvendit, ndërsa ata që kërkuan shkarkimin e tij vijuan ta shihnin në krye të sallës.